paramendo një gjë e cila të bën mirë nëse aplikon pak edhe nëse aplikon shumë. Kështu është refleksione. Unë fola për refleksionin namazit në përgjithësi. Namazi obligativ, jo që mendoj unë, por është e vërtet me të shmi, është më i vlefshëm se namazet vullnetare. Po kur falen namazet obligative, pastaj ato zbukurohen edhe stolisen me namazet vullnetare. Shifi sunetet e namazeve, sunetet e kohëve të namazit, 2 rekat sunet sabahut, 4 para dreke, 2 pas dreke, i kindis, jo i konfirmum, me gjithat e ka namaz, i akshamit, i jacis. Është mrekulli, që i kalon Zoti para përgatitjet, vinë njerëzit në xhami, çka me bo? Fale sunetin. Qohet muezini edhe deklaron që tash çonu burra se po dojmë me u bo bashkë për me fal farzin. Pastaj kryet farzi, hajde kush don edhe pak sunet edhe hecim në shtëpi. Interesant është kjo punë. Domethënë shtojnë nafilet. Po flasim pasani për namazin e natës, i cili e ka një rëndësi të veçantë, e ka një shpërblim shumë të veçantë. Mendoj se porosia ose një ndër porositë kryesore, madhore të namazit të natës është kultivimi i sinqeritetit. Pse? Për arsye se në një farë mënyre natën njeriu është jashtë lupave, jashtë kamerave, jashtë objektivave, jashtë reflektorëve, larg. Edhe nuk e sheh askush përveç Zotit të tij. Edhe aty në vetmi, ti në një farë mënyre ja dëshmon vetit mas pari, se ti je ai robi i Zotit që je edhe në publik. Edhe ai është Zoti yt që në publik, hajtë po falen të tonë, po falen edhe unë, let. A më të shpia, e din se këtë dunjaja e në gjumë, ti thu, ja, unë të më shumë falë për Zotin, mendoj se kjo është një diçka, e jep një mesazh të mrekullueshëm në kultivimin e sinqeritetit.